Si përdorim inhalatorin brisale. Hapi i parë, hapni kapakun. Pas kësaj, merrni një kapsul me pluhurin për inhalim nga ambalazhi. Përdorni mjetin për të nxjerrë kapsulën. Për të nxjerrë kapsulën, mos e nxirrni kapsulën përmes letër alumini. Hapni hapësirën për kapsulën duke e kthyer gojën e pajisjes në pjesën e sipërme. Vendosni kapsulën. Mbyllni pjesën e sipërme të pajisjes. Shtypni njëkohësisht dhe fort 2 butonat në pjesën e poshtme të pajisjes për të thyer kapsulën. Pastaj lëreni. Do të dëgjoni një zë që tregon se pluhuri është gati. Përgatituni të merrni ilaçin duke u qëndruar drejt dhe duke mbajtur inhalatorin përpara. Shkarkoni ngadalë dhe plotësisht mushkërit jashtë. Vendosni gojën dhe mbyllni buzët. Pastaj merrni frymë me gojë, shpejt dhe thellë. Hiqni inhalatorin nga goja dhe mbani frymën, nëse është e mundur për 10 sekonda. Kur të merrni frymë pluhurin, do të dëgjoni një zhurmë të veçantë rrotulluese. Nëse nuk e dëgjoni, goditni pajisjen mbi një tavolinë për ta rregulluar kapsulën dhe përsëritni inhalimin. Nxjerr. Nxirrni ngadalë nga inhalatori dhe vazhdoni me frymëmarrjen normale. Hiqni kapsulën nga pajisja. E zbrazët. Nëse kapsula ka ende pluhur, mbyllni pajisjen dhe provoni përsëri inhalimin. Mbyllni. Brisa e ajrit është një pajisje që ndihmon në inhalimin e ilaçit tuaj si pluhur. Mund të mos ndjeni pluhurin gjatë inhalimit, pavarësisht se si e përdorni inhalatorin. Shpëlani gojën mirë nëse trajtimi juaj me inhalim përmban kortizon.